Një tjetër investim ka nisur prej pak ditësh në qytetin e Shkodrës. Puna po vjen në bllokun e pallateve në rrugën Vëllezrit Frashëri. Fal këtij investimi do të bëhet e mundur rikualifikimi i sheshit kësaj zone. Parashikohet të ndërhyet në rrjetin nëntoksor, Kub dhe Kus, rikualifikimin e sheshit, ndriçimin dhe krijimin e hapësirave të gjelbërta. Po të shihni në fillim në fazën e gërmimeve, kjo do të trajtohet me kanalizimet e ujnë zeza, ujnë ushqillt, do të bëhet edhe linja ujësjellësit, apo do të shtrohet me plak kjo gjithë ky territori. Është rreth 2800 m2. Mirë duken, nuk duket keq. Drejt është s'kena pas ne pengesë. Ky investim është mirë pritur edhe nga banorët e zonës. Unë jam shumë e kënaqur. Se jena të 25 vjet që kam hijon se ta janë më përpara. Edhe kena ton grupa. Inshallah. So nuk më besohet të punu. Ka shef që thëma thujtëm, do të në përfundojnë jetë. Përgjithësi, punimet janë të u bë bukur në Shkodër. S'ka qenë kurrë herë si tash Shkodra. Investimi i nisur vetëm pak ditë më parë, parashikohet të përfundojë pas 4 muajve, duke sjellë edhe një pamje të re për këtë zonë.